balancat kanë ndryshu i qik për non-gën. Po non-gëja që përmend ti, non-gëja, ishte para një jave takim të EPP-ja, të Partit Popullore Europiane, që janë grupi më i madh parlamentar në Parlamentin Europian, që se merreshin marrëdhënie me jashtë. Po me Manfred Weberin ishte. Edhe do në Bashkimin Evropian, non-gëja është non-gë në Bashkimin Evropian, ishte me Manfred Weberin, ka gjithë marrëdhënie. Non-gëja është non-faktor fare në Bashkimin Evropian. Ta shohim. Duhet këtë tani më Por juve, gjithë karta që kishit, po ju është rëzuar. Gjithë karta që kishit, ju është rëzuar. Ta shpjegoj unë që mos ta bëjmë me zhurmë. E sigurt është që miku juaj Erion Velia është non-G, 5G. Jo 5D. 5G e ke, non-5G. Non-grata. Erion Velin. 5 non-grata e ke Erion Velin. Liderin e grupit tuaj, e G99-ës. Qa po bën me këtë pomin, ti mi donë? Jo më fare. Me qënë se përmëndet non-gën, për Erion Velia në fillim, që është kapur me transaksione miliona euro. I një koalicioni që ka kryetarin në hetim dhe me mas, dhe kryetarin e dytë në paraburgim po ashtu. Dhe po i kandidon... Akuza politike. Po i kandidon... Ato janë akuza politike. Këto do tjerat, vetëm ato që bëni ju nuk janë politike. Nuk janë për këshu... Këto janë politike. Këto që bëni ju, këto nuk janë politike. Po mirë, më thoni një gjë atër. Garderobës që e blen nga celulari, jo 2 milion euro. Më thuaj vetëm një gjë. Ajo, jo është indici. Me vënduar në kohë. Dakord, këta tanët nuk janë akuza politike. Ka pas një njeri që nuk është akuzuar nga ju? Një. Çfarë? Një. Antar të grupit parlamentar, Parti Socialiste, në 34 vite pluralizëm. Kush nuk ka qenë kontrabandist? Në SPAK i kemi quar dokument. I dashur. është i departamenti tërë Partinë Demokratike që vënë me këto punë. Vën detyrën e prokurorit. Je i vetmi i ri në atë listë. Ke një shans të flasësh si i ri nga ajo listë. Ata prokurorët duhet të filluar më herët të marrë me ju. Do të ishin marrë me Redimollën, me Marilyn Qatun, me Tavlan Kushën. Kjo është ajo kaseta e vjetër e kryetarit partisë. Çfarë bëjmë kasetë, është realitet. Është kasetë reale. Apo i shit nga historia këta. Kush? Po pra, mos filloni ishte nga foto. Pike Gërdecin dhe 21 janarin të pahetuara i mban si spaleta, i mban... Po lerit vende ato në gjykat pra. Apo këto nuk e nevojt i të Jo, po këta janë kapur flagrant. Kur flagrant? Po flagrant më kapesh kur arqon 1 milion euro. Nuk e di qa ke studiuar. Dukshëm as integrim, as diplomaci. Janë kapur parat shpi flagrant, parat mykura. Janë kapur parat mykura. Qa ke studiuar? Asgjë s'kam studiuar. E kam seriozisht. Po pra asgjë pra. Që ta dim që në qas prizmi do parat flasim. mykura që janë kapur. Se do logjik argumenti. Asgjë nuk kam studiuar. Logjika nuk është parat të mykura. Kanë studiuar disa të them unë ty tani e ke kollarën shumë të gjatë. Janë kapur parat mykura. Qa lidhje ka kjo? Janë kapur parat mykura. Po nga e diti ke qenë aty? Janë kapur parat që kanë shkuar nga një biznes tek një fondacion dhe me njërë të nusja e kryetarit bashkisë. Po këtë e di për fakti ke qenë aty? Jo, kjo është flagranca. Flagranca është kur vdesin njerëz aty dhe është filmuar nga të. Po ju nuk keni si ta kuptoni. Nuk ka drejtësi për Ardit Gjoklaj që janë mbylli ajo prokuroria e vjetër nuk arrin ta kuptosh dot. E oligarku tuaj. Po janë teorira, më çfarë bën gër. Ka një varë, një argument, ose leret plasi aji, po për ju varet e trive quen teorira. Jam shumë i gatshëm. Ju për varet e trive quen teorira. Që hapi derën e partisë dhe fusni këtë profil. Nuk fusni as profil njeriu që mund të flasni me fakte, po do kapësh sa gjëra. Shiko, asnjëri nuk e ndjek zotin Babaramo për të lexuar lajmet e Syrit. Atë buxhet shqiptar, edhe një atë buxhet bashkiak, bëj lajmet e Syrit në kohën tënde. Por ju e keni çuar te 5D-ja, ju banorët e 5 majit, banorët e Siri Kodrës, edhe demolimin ja bëri 5D-ja, dhe ndërtimin e pallateve bën 5D-ja. Se me dhe me po përmëndu një gjë 18 herë dhe ri vazhdo. Ore, kur ke ardhur, po pse me kë flasur në ndonë ti? Jo ti flet vetëm me patronazhin. A shu, vetëm me ata. Edhe këtë e diti, Po, e di. Si ka mundësi Po ti ke pasur ekipin e komisarëve ju të ka partia juaj i komisar dinit të digital gjitha. ti ke pasur mbi qyre. Njëherë sigur i dinte edhe lider i historik. Po s'bëri 1000 pikë të që ka puna. Po i ke pasur. Amon Raja. Ore ke dalë televizion e ke mbrojtur në konferencë. Po sigurisht, kam treguar të ke shkelur ligj elektoral, krim elektoral ke boti. Po çoje më vëlla në gjykat. E kemi quar. Dhe do presim, dhe do i riçojmë. Dhe do riçojmë. Sepse nuk ka asnjë lidhje programi aktivistit është një shkelje e kodit elektoral. Të gjatë orarit punës, punojnësit detyroheshin vendin share, like, komente, që algoritmi juaj i sistemit gëbërcian të dilte kudo se asë ke hapur ta shikosh në një herë, e kupton?
ti e duke folur me qatë kanë futur në kokë të partia. E ke hapë në njërë aplikacionin ti? A e ke hapë në njëherë? Po me kam hapur. Edhe? Qatë të detyroj njëri? Merë pik, jo, detyroj në komisari digital. Komisari digital, jo. Komisari digital. Po i kena mesaj. Po ty të detyroj njëri? Po s'isha nën punës. Ore, ju mesajë po t'isha nën punës do detyrojsha. Ju për mesajë dhe babale jeni shumë të famë. Mësuesit janë detyruar. Tani, po ta babalizosh, apo banalizosh, Ilan Fisteku, komisari do digital i lagjës kaq, shojnë që jeni brapa me pikët, keni nevoj për në problemi joti kryesor është që nuk arrin do të digjosh. Se ty ti kanë mbyllë veshë, kanë fut kasetën, kanë shtypur play dhe vazhdo ti të tregon mua për modeli politike dhe unë jam modeli vjetër. Sepse, qarë modeli vjetër mu? Po se këshu të më filloj kasetën, dërko t'i bën aplikacione se si trysmosh njerës. Ju jeni Sali. Nga Sali të Sali. Po, Kaq. dakord. Kapri. Tani, ajo